Live from Tirana në Top Albania Radio. Nga valët e Top Radio, këdo në Shqipëri në këtë të hënë të datës 1 qershor 2026, ju e dini të gjithë besoj që sot është dita e fëmijëve, një ditë e veçantë ku ato festojnë, por ndonjëherë duhet të kujtojmë edhe për të drejtat e atyre, duhet të jenë prioritet, kanë qenë, por duhet të jenë, sidomos në kohërat moderne kur çfarë nuk dëgjojmë, çfarë nuk ndodh vërtet. Për të diskutuar për fëmijët, për të drejtat e tyre, ndoshta edhe pak për fëmijërinë e vjedhur, edhe pse jo mbase në kohëra lufte, duket sikur në këtë vend kemi fëmijë të rritur para kohe, të fëmijë që merren me marka, merren me brende, i është futur kjo ndjesia që fillojnë të kërkojnë llogari pasi pse familja e tyre nuk është e pasur. Fëmijë që duan ose zgjedhin të rriten me zor duke shkuar tek make-upi, tek tualeti apo tek dhënia makinave, të paktën dëshira, pa kaluar fëmijërinë e tyre, pa kaluar Peter Panin e tyre. Për diskutuar për këtë, kemi në studio sociologe, por njëkohësisht edhe në një djali, Eva Sinane, mirë se vjen në program. Mirë se ju gjej. Gëzuar në qershorin për djalin tënd dhe fëmijët e gjithë botës. Gëzuar. Si është 1 qershori, si fëmijë kanë provuar, po si prind ende jo. Domethënë si është 1 qershori për një prind. Domethënë në mëngjes është një ditë që dedikoheni pothuajse njësoj sikur kanë ditëlindjen. I mbirë është në kopësht, në parashkollor, por në dijenin time të gjitha sistemet edukative ndërmarrin festa sot, këndojnë, kërcejnë, recitojnë dhe normalisht kishim ato përgatitjet e veshjes që na duhej. Është një ditë ndryshe nga ditët e tjera. Madje kemi planifikuar edhe pas kopshit disa aktivitete të vogla, disa surpriza të vogla që ta kalojmë këtë ditë sa më të gëzueshme. Si ishte zimi sot, domethënë çfarë traditash ka për 1 qershorin në aspektin e prindërimit? Jo, zgjimi ishte normal si çdo zgjim. Me përkëdhelje, pastaj jemi shpejt se vajti vondo na kapi trafiku. Trafiku. Ky trafiku i tmerrshëm. Kështu që zgjimi ishte si çdo ditë, por pak më herët sot u zgjuam, sepse donim të mos kishim kështu shpejtësira dhe ato streset e vogla që gjithë prindrit besoj që jetojnë në Tiranë dhe jo vetëm që përdorin transportin publik, kanë ato vështirësitë e kapjes orareve për kopshtin, shkollën apo dhe punën që duhet shkojnë. Fatikisht po shkruaj në një stres më vete. Eva, 1 qershori në Shqipëri, ti si sociologe, çfarë ke kuptuar këtë vit? Çfarë përfaqëson për ne si shoqëri 1 qershori? Domethënë një festë simbolike apo një moment reflektimi për gjendjen reale të fëmijëve, ose më saktë si duhet të jetë, nëse nuk është e tillë? Atëherë, për fëmijët duhet të jetë një fest. Okej. E bukur, një fest më shumë në kalendarin vjetor të tyre. Kurse për ne të rriturit duhet të jetë pa diskutim një moment reflektimi, një moment ndërgjegjësimi, dhe jo vetëm në rolin tonë si prindër, por edhe në rolet dhe funksionet që ne kemi në të përditshmen tonë. Këtu flas për ata që kanë në dorë vendimarrje për të bërë një fëmijëri të gjithë fëmijëve të shoqërisë sa më të shëndetshme dhe sa më të bukur. Pastaj kur je prind, përgjegjësia shumë fishohet dhe të linda pyetja a jam i mirë mjaftueshëm apo bëj mirë detyrën time apo i plotësoj, e shikoj shpesh këtë dilemën e prindërve të ditëve të sotme dhe nga puna ime përditshme me prindër. Prindrit janë më të ngarkuar në ditët që ne po jetojmë, janë me kohë më të pakët për të qëndruar pranë fëmijëve sepse detyrohen të punojnë me orare të gjata dhe shpeshherë përpiqen që t'i plotësojnë gjithë anën materiale, por nuk e plotëson ato më kryesore. Po, që është pjesa emocionale. Dhe është shumë e rëndësishme që ne fëmijët tanë ti mbushim shumë emocionalisht. Se duket si një gjë thjesht dëshire, thjesht morale, por në fakt cilat kanë pasojat e të munguarit kohë tek fëmijët në të ardhmen e tyre. Ne të gjithë duhet të bëjmë pyetjen vetes tonë që jemi prindër, se çfarë po i lëm fëmijës? Apo jeton ai një fëmijëri aktive, apo luan fëmia jon? Apo ka eksperjenca të bukura? A ka shok fëmia jon? Apo socializohet? Si është durimi i fëmijës tonë, sepse ne
po të na pyesësh në të rriturit e ditëve të sotme për shembull, çfarë mbajmë nga fëmijëria, ne pak do themi lodra, ne do themi luani me shokut në bor, krijonim lojra me njëri tjetrin, gatimet e gjyshes e me radhë. Kurse në ditët që ne jetojmë, po na humb loja. Ose ka humbur. Po na humb loja, kontakti i fëmijëve me njëri tjetrin, kontakti fizik, komunikimi, prindrit i programojnë jetën fëmijës në ditët që ne jetojmë. E programojnë kohën e fëmijës. Është një gjë e mirë, por nga ana tjetër duhet parë dhe pjesa se sa në kontakt është fëmia jo me fëmijët e tjerë, sa po socializohet ai, sepse kështu rritet fëmia, domethënë kështu krijohet personaliteti, individualiteti, identiteti i tij në kontakt me bashkëmoshatarët, se si përshtatet ai aty, se si menaxhon një konflikt, se si mëson të presi radhën, se si përballon një humbje në një lojë të caktuar ose në një garë të caktuar. Pra, këtë e shikoj në mungesë në prindërimin e ditëve të sotme. Përpiqemi shumë që fëmia jon të mos mërzitet, por në fakt fëmia edhe duhet të mërzitet pak. Ka nevojë edhe për atë. Sepse kuptohet mërzitje të monitoruara dhe të mbikëqyrura, por duhet të ndjej shijen e të gjitha emocioneve. Sepse edhe kur humb, edhe kur fiton, edhe kur nuk e merr diçka. Ai duhet kështu ai rritet. Pra, shumë e rëndësishme që faza e fëmirisë dhe zhvillimi i fëmijëve të mos kalojë shpejt. Prindrit të mos ngutin të rrisin fëmijët. Jashtë grup moshës që ata i përkasin. Është një detaj shumë interesant se ne e shohim të gjithë, ne rriteshim shumë vonë, edhe gozat asë kohë mbajmë mend rriteshin kishim të tjera dinamika. Të tjera dinamika, pra vendosi vonë boskuqi, vendosi vonë make-upi ose shumë vonë madje në disa vende të Shqipërisë edhe pas gjimnazit mbase. Sot ne shohim që gozat në 9 vjeçare janë me make-up, janë të kuruara, me aprovimin e prindërve, se ai prindi e besoj e monitoron, ose jo e ka të drejtë për të monitoruar. Për këtë, por dhe për të gjithë hallkën e institucioneve në Shqipëri, sa funksionojnë realisht të drejtat e fëmijëve, sa promocion, sa aktivitet ka për ta, se ne flasim për këto të drejtat bazike, por ka fëmijë në zona të ndryshme të Shqipërisë dhe dhunohen, i hiqet drejta lirisë e për të mëshkuar në raste ekstreme pastaj. Menjëherë pas një shkëputje të shkurtër marketingu, deri kthehemi shpejt në program. Po bëjmë një bisedë shumë interesante sot në program. Eva Sinana është sociologe për fëmijërinë në Shqipëri, ndoshta pak edhe në mbar botën, se duket sikur disa trende janë globale, por të merrim me hallin e shtëpisë tonë në fillim, sepse prindërimi sot mund të krijojë përbindësh nesër, por mund të krijojë dhe njerëz shembuj në të ardhmen. Kështu që ishim te kjo, pra tek fëmijëria e vjedhur, duket sikur fëmijët sot Eva janë pak më të rritur siç duhet, qoftë edhe në bisedat që bëhen, qoftë edhe në fjalorin që përdorin, qoftë edhe në këtë kurimin e tepër që unë përmenda, pra në moshën vjeçare me make-up, nuk e di. Është evidentim. Cila është gjeneza e kësaj gjëje? Ku si përfunduam deri këtu? Në një fëmijëri e paq, të bukur, që shkonin tek daja, tek tezi, arrinin me javë andej. Nuk kishim shumë bujë të kësaj natyre. Sot i shohim edhe në TikTok duke imituar reperat, e kupton? Po humb fëmijëria e shëndetshme, do të thoja. Fëmijët e ditëve të sotme kanë më shumë informacion, pa diskutim. Ndonjëherë ata e përdorin pajisjet teknologjike edhe më mirë se prindrit e tyre. Por nuk kanë filtra. Dhe nuk kanë një edukim digital për gjithë të mirat ose jo të mirat që sjell përdorimi i teknologjisë nga ana e tyre. Nga ana tjetër unë do të thoja që edhe prindrit i mbajnë nuk kanë filtra komunikimi dhe ata bashkë bisedojnë me njëri tjetrin dhe diskutojnë me njëri tjetrin çdo gjë dhe gjëra që fëmia nuk duhet i dëgjojë dhe nuk duhet i jetë i pranishëm. Këto janë disa nga arsyet aspektit komunikativ të prind-fëmijë dhe se si po prindërojmë. Ndonjëherë duket sikur prindrit janë edhe ndonjëherë të gëzuar që fëmia i tyre është ose ka këtë imazh ose ka këtë qasje ose le të themi ka devianca të vogla, të cilat shpeshherë është për t'u habitur që duar trokiten nga prindrit. Për shembull, unë kam dëgjuar prindër që i thon fëmijës nëse të bie dikush, bjeri dhe ti. Kjo është horror pastaj. Pra, kjo është një gjë shumë e frikshme.
pa diskutim që ne nuk lindim prindër, ne mësojmë të prindërojmë. Po herë të parë, po pra, kështu që përpiqemi të bëjmë më të mirën, por sot mundësitë janë për prindërit e ditëve të sotme. Nuk ka nevojë të shkosh as te psikologu, as të marrësh në seanca të tjera. Mjetet e informacionit, aksesi që kanë prindërit e ditëve të sotme është i shumëllojshëm dhe nëse ti do të prindërosh me kujdes dhe me cilësi, ti mund ta bësh këtë gjë. Por ti duhet kuptosh që mënyra jote e ndikuar ndoshta dhe nga mënyra se si ti je rritur, ose i bie për shkurt, nuk e nerva, nuk e kohë, është e gabuar. Jo vetëm sepse mëson sjellje të cilat janë të momentit, janë sjellje që ndikojnë dhe formojnë personalitetin e fëmijës. Ky do të jetë një rritur i nesërm i cili do të reagojë me impulsivitet dhe do ta normsoj dhunën dhe do ta quajë një sjellje të zakonshme të përgjigjet në mënyrë të dhunshme. Nëse ti e duar troket, kur ai e shtrim për tokë shokun e tij dhe mburresh që fëmia im është më i fortë se fëmia yt. Kështu që këto mundësi, këto qasje që prindrit i bëjnë, do të thoja pa dashje, por kanë një ndikim dhe një impakt shumë të madh tek fëmia i tyre dhe fëmia jon, sepse ai është fëmia i gjithë shoqërisë. E pra, duket se kur ne nuk dim të ndajmë as ambientet për, domethënë, nuk dim të ndajmë as bisedat, nuk dim ti vendosim fëmijët në vendin e tyre, pra ti një fëmijë mund ta shohësh dhe para ose tek prindërit në timon, ose kemi parë kështu raste skandaloze. Madje foshnjë të vogla. Po, i marrin aty duket gjë kështu interesante. Janë shumë të gëzuar dhe i shikojmë që i kanë aty te timoni për një xhiro të shkurtër brenda lagjes, por dhe ajo është e rrezikshme. Është shumë e rrezikshme. Ky keq prindërimi, po bisedojmë për fëmijët, po ky keq prindërimi sot, a mund të kthehet bumerang nesër dhe për vetë prindrit? Se për shoqërinë patjetër, nëse ai nuk di të sillet, nëse nuk di të respektojë, nëse nuk ka të zhvilluar empatinë, sigurisht nuk do jetë i dobishëm për ambientin ku jeton, po për familjen. Në një mënyrë ose një tjetër, pa diskutim që po, sepse janë grupe të caktuara të cilët do të kenë sjellje deviante në shoqëri. Pra do të jenë fëmijë problematik dhe prindrit do të kenë, domethënë do të jenë fëmijë që do të kenë gjithmonë nevojë për kujdesin prindëror, të formave nga më të ndryshmet. Për shembull, një fëmijë mund të një adoleshent mund të kryejë një akt dhune, një akt vrasjeje të pa paramenduar, futet aty për të treguar i forti, por gjithmonë kur dy të rinj zihen, gjithmonë njëri përfundon viktim. Në rastin më të shpesh që ne kemi parë. Dhe është një prind i cili do duhet të merret me këtë fëmijë në moshën që ai do të rritet dhe do të kthehet një fëmijë problematik. Ndërkohë që ti e ke në dorë për të mos mbritur ne në këtë pikë, edhe si shoqëri, por dhe si familje, si institucion i vogël i shoqërisë. Disa prindër ndjes për të bërë e justifikojnë këtë duke thënë që kjo botë sot është shumë e egër dhe shumë agresive. Dhe ndoshta është e thon ata, vetja mënyrë thonë që im të mbijetoj nëse pas nesër në këtë shoqëri. Fëmia nuk mbijeton duke i rënë shkurt. Fëmia mbijeton kur mësohet në vegjëli të bëhet i zoti vetes. Dhe i zoti vetes nuk rritesh duke vrarë në thonjza të tjerët gjatë rrugës tënde. Rritesh duke mësuar të jesh njeri mbi të gjitha, të jesh qytetar i mirë, por dhe të mësosh të jesh një njeri i cili ke empati dhe jo vetëm kaq, por është shumë e rëndësishme mënyra se si sillemi me fëmijët dhe mënyra se si komunikojmë me fëmijët. Shpesh thonë ne ja kemi bërë të gjitha gjërat gati fëmijës tonë. Edhe kjo është e gabuar. Ti e ke parë besoj serialin Adolescenca? Po. Është e gabuar t'ia bësh gati fëmijës të gjitha gjërat, sepse ti që në kopësht duhet ta mësosh që ai ta bëj vet, duhet ta mësosh, ta i shikoj modelin, se si bëhet çanta e kopshit ose e shkollës gati, ta ftosh të ndërveproj dhe të kuptoj që ajo është detyrë dhe përgjegjësi e tij. Pra, duke u përpjekur nënat shqiptare t'ia lehtësojnë jetën fëmijës, përfundojnë që krijojnë fëmijë të pazot. Të pazot ose duke bërë sjellje agresive në supermarket ke parë për shembull kur ulë rastin dhe çaj dhe do t'i dalë vetja patjetër ajo shtrihen edhe për tokë. Shtrihen për tokë. Dhe nënat shpeshherë bien pre e këtyre kurtheve të vogla dhe thotë mirë mos çaj se do të ta blej për shembull. Jo, nëna nuk duhet të ndërveprojë në këtë mënyrë ose babai duhet t'i thotë
nëse kemi kohë, po duhet të bashkëbisedoj, pse jo të ulet dhe ajo ose ai në shesh me fëmijën dhe ti thotë unë e kuptoj që je i mërzitur, e kuptoj që je i mërzitur në këtë moment, por nuk duhet ta konsumojmë diçka sepse nuk na bën mirë, nuk e kemi buxhetin të mjaftueshëm për këtë gjë sot, duhet marrim ushqimet që janë më të rëndësishme për familjen tonë, por unë do qëndroj me ty derisa ti të qetësohesh. Pra unë nuk e kam parë, domethënë këtë qasje prindërore, sado prindrit janë të shkolluar, sado të kenë financa të shëndosha, fatkeqësisht ja fusin. I bien shumë shkurt. Ose kompleksohen dhe shoh sa nëna që sikletosen, aty nuk din çfarë të bëjnë nga vëmendja pra kur kanë edhe një gjë prindrit shqiptar, janë shumë krahasues, i krahasojnë fëmijët e tyre. Shumë e gabuar. Ta krahasosh fëmijën me kushuririn, vllajin apo shokut e lagjes apo absolutisht. Shife atë se ai shikoje fëmijën, njihe fëmijën tënd, ndihmoje të gjej vetë. Jo, përpiqen të një trajtojnë me të tjerët. Ndihmoje fëmijën të gjej veten, ndihmoje fëmijën, udhëzoje për gjërat që ti mund t'ia tregosh, pse jo vetëm verbalisht, por dhe me mënyrën se si ti sillesh dhe se si ti jeton. Dhe në fund të ditës ai nuk ka pse të jetë si ty. Ai është një qenie më vetësishme nga ty dhe ai do jetë ai që do dojë ai të jetë në jetë. Ndihmoje të gjej rrugën e tij për krahje dhe mos u dobëso në pika që nuk duhet të dobësohesh. I them gjithmonë mikeshave të mia, por e di çfarë më thanë sa fëmijë një ditë na erdhi një blet këtu, shumë interesante, bletët janë mbarsi. Më tha një ditë disa fëmijë tek lagja. Unë po kaloja aty dhe po përdora këtë celularin tim që është 16 Pro Max, prodhimi para 2 viteve. Ua, tha, ti je dhe VIP dhe s'ke 17 Pro Max. Domethënë nuk u ndjeva keq për veten, po thash koncepti dhe perceptimi. Kuptova frustrimin ekonomik të fëmijëve, domethënë ka rënë pre dhe fëmijët tek ti. A mund të ta shpjegoj pse ndodh kjo gjë ose më saktë ta diskutojmë, sepse si familja, si shoqëria nuk i trajton fëmijën si fëmijë, po i trajton si konsumator. Okej. Dhe bleda është aty, e çuditshme që ka ardhur se ju i keni dhe të hermetike gjëra. E trajton si konsumator. Ndërkohë që fëmia është fëmijë dhe duhet të jetojë fëmijërinë e tij. Nëse e djegim këtë etapë, do të kemi probleme nesër me të rriturin e shoqërisë. Pra të mos nxitojmë të rritemi, por t'i kushtojmë vëmendjen e duhur çdo dite dhe çdo viti të fëmijërisë së fëmijës sonë. Ose jo vetëm fëmijës tonë, apo të fëmijëve që kemi familjen tonë. Kështu që është me vëmendje kjo pjesë dhe është një nuk i kthehet, domethënë nuk i kthehesh dot filmit pas. Nuk mund të mbushen boshllëqet të fëmijërisë kur ti je 30 vjeç ose kur ti je 40 vjeç. Çdo gjë është në kohën e duhur dhe në mënyrën e duhur. Kështu që nëse shoqërinë sot e kemi pak kaotike dhe kemi probleme të caktuara në të, vjen sepse të rriturit e ditëve të sotme kanë pasur pa mjaftueshmëri në mirë rritjen e tyre psikoemocionale të fëmijërisë së tyre. 1 në 2, ta lexoj edhe një herë të pas shkon në reklama, 1 në 2 vajza dhe djem në moshën 25 vjeç në Shqipëri nuk ka shkuar kurrë në gjimnazët. Flasim për këtë pak më vonë. Po dëgjoni live from Tirana në valët e Oprit, uroj me shpirt këtë nisur i mbar muaj për ju edhe me lajme të mira. Jemi në 1 qershor edhe fëmijëria lidhet me arsimin, që në moshë shumë të vogël, duke nisur nga cikli parashkollor, klasa e parë, ku marrin bazat e arsimit, edhe po lexonim bashkë këtë shkrimin i cili thotë që 1 në 2 shqiptar, pra vajza dhe djem, nuk kanë shkuar kurrë në gjimnaz, jo në shkollë të lartë. Domethënë si kanë fëmijët sot raportet me dëshirën për të arsimuar, vëmendja që kushtohet nga ana e prindërve për pjesën e arsimit, a janë më të fiksuar si dikur apo sot i bien shkurton çon si ka se do bëj diçka tjetër në jetë ose do e lëm gati. Por dhe nga ana tjetër edhe sistemi arsimor, sa korrekt është me fëmijët, sa i dur është, sa i përshtatshëm është e gjitha me radhë.
Arsimi është një, domethënë sistemet e edukimit që nga kopshti edhe deri tek universiteti janë institucionet socializuese të dyta pas familjes. Mirë po, kur thuhet kështu gjithmonë duket sikur është e thjesht. Në fakt, ato ndikojnë aq shumë sa që rëndësia që u jepet është shumë e pakët. Unë do të thoja që për shembull, në sistemin e kopshtit parashkollor, sa të kualifikuar i kemi ne stafet akademike që janë aty? I kemi i kemi në publik apo i kemi në privat? Sa të mirë i kemi filtrat e kontrollit në institucionet private? Apo shkon dikush aty ka muhabet me atë sipërmarrësen skandaloze në emisione investigative që i kanë dhunuar me dhunë fizike, dhunë psikologjike. Ndonjëherë nuk ushtrohet dhunë, mund të jenë shumë të dashura mësueset, por nuk kanë anën pedagogjike, për shembull. Anën profesionale, janë njerëz shumë të mirë, shumë të dashur, e kanë edhe një diplomë, por prap nuk janë aty ku duhet për të komunikuar me fëmijën si duhet. Janë shumë të rëndësishme të gjitha këto që ne po themi. Unë do të thoya një shembull shumë të thjeshtë, po përmend prap ti mbir me që ju në kryet herës po sjell shembull nga jeta ime personale. I mbiresh në parashkollor dhe po bëhemi gati për klasën e parë. Okej. Normalisht që ne unë sidomos jam duke duke ja futur në qef klasën e parë, se normalisht do ndryshoj shkollë, do ndryshoj shok, shoqe me radhë. Ndërkohë që nga ana tjetër zysha ju thot shkolla është e vështirë, detyrat janë më të vështira, e me radhë. Ishim një ditë ku i mbir tha, më mirë të vete në punë tha se sa të vete në shkollë. Dhe unë u habita dhe shtanga i thash, po pse po thua këtë gjë? Ula dhe bisedova me të dhe tha kështu në bisedator. Domethënë, në mënyrë të pavedishme zysha na i kishte hedhur gjithë punën tonë të mirë edukative, ndërkohë që do të punonte me këtë anën psikologjike të fëmijës. Sa të përgatitur e kemi ne? Ja, komunikuat pastaj si shqetësim? Po, komunikova me zyshën, e rikuperuam deri diku këtë pjesë, por prap kishte thënë për shembull zysha, jo çdo gjë që dëgjoni në kopësht i thoni në shtëpi. Pra, vazhdojmë nga gabimi në gabim. Tani, do të thonë ne kemi nevojë të kemi njerëz të kualifikuar në pozicione të caktuara, dhe pse ndoshta kush thotë që nuk po besoj se ngela te kjo nuk po besoj që e ka thënë vërtet jo çdo gjë që dëgjojnë në kopësht. Po jo çdo gjë që thuhet këtu. Ndërta duhet të jetë thuaj edukatorës, jo çdo gjë që thuhet në shtëpi. Familja me shkollën, pra prindi dhe mësuesi, duhet të kenë një komunikim dhe një ndërveprim aq të mirë me njëri tjetrin që produkti i joni përbashkët, që është fëmia, të na shkëlqej nesër dhe të kemi, më thënë, ne duhet të rrisim vetbesimin e fëmijës, duhet të ne i themi dëgjoj zyshën, japim autoriteti, por nga ana tjetër dhe shkolla duhet të ketë këtë komunikimin që nuk e ka për fat keq. Pra që këtu fillon. Sa të kualifikuar i kemi këta njerëz? Okej, nuk po them sa të diplomuar, se ne mund të kemi me 10 mastera. Njerëz të caktuar në pozicione të caktuara, po sa të aftë janë ata për profesionin që ka zgjedhur. Pastaj, ku shkon mësues në realitetin shqiptar? Shkojnë me dëshirë studentët në mësuesi apo shkojnë sepse sistemi jon i ka ngecur thënë në mënyrë popullore dega e 7 ose 8 sepse nuk i doli juridiku këto degët preferenciale që ka shoqëria jonë. Se kjo është problem tjetër. Pra, ti duhet shkosh në profesionin që ke dëshirë të shkosh, që të shkosh në punë me dëshirë dhe me motivim, se ndryshe ti pastaj çfarë shkolle po bën, po bëra ato që m'doli, s'ndolën të tjerat, hajt ta kemi një shkollë. Po pra. Që këtu nis gabim. E të tjera raste që mund të sjellim nga jeta e përditshme ose nga ajo që ne shikojmë si studiues të shoqërisë, por unë them që nëse ne jemi bashkë dhe punojmë bashkë në gjitha këto rolet dhe funksionet që kemi, shoqërinë e kemi më të mirë pa diskutim. Arsimimi në Shqipëri është jo cilësor. Po institucionet tona, domethënë sa të vëmendshëm janë ose sa precisë rigoroz janë kur të drejtat e fëmijëve cënohen. Funksionojnë këtu hallka si funksionon në një vend europian? Ne në shoqërinë tonë funksionojmë me mik, çdo gjë. Institucioni i mikut është shumë i fuqishëm, me rrënjë të thella dhe duket se është i pashbëshëm. Dhe nëse ka një problem të caktuar diku, përpiqet të fshihet problemi, jo të trajtohet problemi. Dhe kur trajtohet problemi, nuk është qëllimi që të goditet dikush. Qëllimi është të përmirësojmë procesin, të ndihmojmë në përmirësimin e procesit. Pavarësisht se çfarë roli dhe funksioni kemi.
prindrit dhe mësuesit janë ata që duhet të kenë një bashkëpunim të shkëlqyer, siç e thash edhe më përpara, por jo t'i kalojnë golat njëri tjetrit. Pra, prindi të bëjë rolin e prindit, mësuesi të bëjë rolin e mësuesit, pa cënuar hapësirat e tyre dhe duke respektuar autoritetin e gjithë secilit. Të mundohemi që të ruajmë punën me njëri tjetrit në edukimin e fëmijës. As ta ulim dhe as ta zhbëjmë vlerat që ne kemi në këtë proces. Arsimimi shqiptar, do të thoya që më pëlqen që shumë të rinj në Shqipëri po zgjedhin kurse profesionale dhe po zgjedhin shkolla profesionale. Sepse dhe tregu i punës në Shqipëri duket se kërkon më shumë profesione të kësaj natyre dhe të shërbimit më së shumti. Por prindrit shqiptar investojnë shumë për shkollimin e fëmijës. Kemi edhe një diskurs tjetër që nëse kemi kohë po e cek pak. Prindrit që kanë fëmijë të mitur për shembull, që janë në orare të gjata në punë, zgjedhin shkolla private. Edhe dëgjova një ditë prapë e përmend se jemi Line Front Tirana këtu në Tiranë dëgjova. Një diskurs nga një zonjë që tha për shembull e parkova fëmijën aty, e di kam aty të dy fëmijët nga ora 8 deri në orën 5. Po të shif termin që ka përdorur një parkova. Do të thënë, fëmia nuk është për të parkuar, nuk parkohet. Fëmia është qenie njerëzore, në radh parë një herë. Pastaj është pjesë e jotja dhe shpirtit tënd. Dhe nëse ti gjon institucionin thjesht të parkosh fëmijën sepse të konvenon orari, por ti nuk shikon cilësinë aty, atëherë pastaj diskursi është tjetër. Kështu që ose do ta çoj në filan shkollë sepse ajo është shkolla që ka më shumë Z, ose është shkollë me emër më të mirë. Po sa kontrollojnë shkolla private në realitetin tonë? Kush i kontrollon shkollat private? Unë shikoj shpeshherë që kërkohen mësues çdo vit të gjitha profileve nëpër shkollat private të Tiranës. Kjo do thotë që kjo shkollë nuk ka një stabilitet të stafit mësimor. Apo jo? Duke mos pasur stabilitet në staf, merr pastaj këto. Pse nuk ka stabilitet? Nuk po e paguan mirë mësuesin që ke marrë dhe i detyrohet të iki? Po ja respekton të drejtat mësuesit? Apo i ofrohet standardi mësimdhënies fëmijës? Pra, unë e kam nga jeta e përditshme, por e kam dhe bindje nga gjithçka që shikojmë dhe jetojmë në këtë realitetin ton, që ne nuk i kemi teorikisht, po i kemi çdo gjë, çdo filtr të mundur kontrolli. Praktikisht filtrat nuk funksionojnë. Eva, përpos kësaj, ligjërisht fëmijët se janë të mbrojtur. Po marr një rast konkret, për shembull, me që janë vetë pjesë e medias. Ne e shohim shpeshherë kur një ngjarje skandaloze, kriminale, apo nuk e di, që ndodh në familje shqiptare, ne shohim që fotot e fëmijëve dalin pa pikë problemi në portale, ndonjëherë fatkeqësisht edhe në mediat tradicionale, por kjo gjë ndodh. Po kjo gjë pastaj ngjilet në internet për gjithë jetën. Ky fëmia mund të gjykohet, mund të kritikohet për fajin të prindërve, bullizohet, shantazhohet, rëmbehet, gjithë edhe online, sa të mbrojtur i kemi ne. Nuk i kemi të mbrojtur, por këtu është faji i familjes, i prindërve, të cilët janë të parët që ekspozojnë fëmijët e tyre. Nuk u ruajnë fëmijës pjesën private, privatësinë. Bëjmë publike çdo gjë të tyre. Qoftë imazhe, qoftë data të caktuara. I ke në personazhe publik që i ke në çdo post reklamash. Jo vetëm kjo, por i përdorin fëmijët dhe për publicitet. Për të rritur reklamash. Për të rritur followersa, për të rritur financat, në familje. Kjo familje po e shfrytëzon fëmijën. Sepse fëmia është në një moshë 3 vjeç, për shembull 4 vjeç, nuk besoj se e pyet a do të dalësh në reklam. Se kupton çfarë është reklama, edhe nëse e pyet. Fëmijës çdo gjë që vjen nga prindja merr të mirëqen. Mirë, po pastaj mund të kemi dhe argumenta kundër këtu, nga është fëmia im dhe unë me të bëj ç'të dua. Pra, mund të jetë fëmia jote dhe mund të bësh çfarë të duash. Nëse kemi ligje për këtë gjë, nuk bëhet dot. Sepse prandaj është ky mekanizmi i mbrojtës dhe janë këto filtrat e kontrollit, që në momente të caktuara që familje të caktuara apo sisteme arsimore të caktuara po dëmtojnë dhe apo po shkelin të drejtat e fëmijës, janë institucionet shtetërore, pra hym në strukturën tjetër të rëndësishme, që marrin masa dhe le të themi rikuperojnë atë që dëmtojnë dëmin që është bërë, le të themi.
Qartë. Mirë, në fund në këtë një qershor, kërkesa mbase mesazhe qoftë për shoqërinë civile, qoftë për prindërit, qoftë për ato që kanë në dorë të vendosin standarde më të mira për fëmijët e këtij vendi i cili është. Çfarë ke për të thënë sot? S'ka problem. Mund të kollitesh. Unë institucioneve shtetërore do t'ju thoja që të kenë politika sociale për familjen më konkrete dhe më reale. Personalisht e përgëzoj nismën që është ndërmarrë për të pasur projekte në disa shkolla ku do të vazhdoj qëndrimi i fëmijës, shkolla publike flas. Do të vazhdoj qëndrimi i fëmijës deri në orën 4, është një nismë e mirë, por është shtuar koha e fëmijës në institucion, nuk është shtuar koha e fëmijës me prindin. Dhe ne kemi të rëndësishme që prindi të ketë kohë në dispozicion për të kaluar me fëmijën e tyre. Pra duhet të ketë ligje të caktuara, të rishikohen dhe më shumë politika sociale, të cilat prindrit që kanë fëmijë të mitur deri në sistemin fillor, pra 10-11 vjeç, qoftë nëna që babai, si në sistemin shtetëror, si në sistemin privat, shteti të vendosi që të ulet koha e punës së këtyre prindërve, të kenë mundësi të çojnë dhe të marrin fëmijët vet, që mos kalojmë nga një institucion në një institucion tjetër arsimor. Për prindrit në 30 sekonda se jemi në fund fare. Se mund të jenë të shumë që po na dëgjojnë tani. Sa më shumë prani, sa më shumë lojë me fëmijën dhe sa më shumë të puthura dhe përqafime. Fëmijët do të mbajnë mend këto, jo sa të shtrenjtë keni makinën dhe jo se sa metër katror e keni shtëpinë. Interesante dhe bukur shumë. Eva Sinane, sociologe, zonja dhe zotrinj, faleminderit që ishën programe dashur. Edhe të uroj një të hënë javë, muaj të mbar gjithashtu. Edhe për ju. Ne kemi mbërritur në fund të Live from Tirana për ditën e sotme, drejt për së drejti nga zemra e Tiranës. Ritakimi jon i radhës do të jetë nesër, deri atëherë bëfshit qef.